dhe për babalajët e Vilës. Hova! Studio Domi, meritonju tuaj fotike. Studio Production Domi, nga më të mirat në Shqipëri, respekte. Që po gjiron gjithë të event, faleminderit Studio Domi. Viz Domi nga përshëndet Viz Domi. Shumë sot, që kanë ardhur edhe nga Europa, do të gjiten në këtë skenë dhe do të befasoni me zërin e tyre që sot është zëri i Vilës dhe i Viljanëve. Do të kemi aktivitete sportive, sepse mundja është sporti më i bukur dhe tradicional, i Kukësit, i Lumës, i Dibrës dhe i gjithë kësaj krahine. Dhe do të kemi ndeshjet, ja ku është bërë gati një tapet natyral, më i bukur në botë që do t'ja kishte zili edhe Federata Ndërkombëtare e Mundjes. Ndërka që do ngjiten këtu artistë, sportistë, do të ngjiten personalitete të Vilës dhe të ftuar special që do t'jenë njerëzit më me potencial në Shqipëri. Nga unë, Dëfrim Hasani, e thënë ndryshe sot jam Dëfrim Vila. Mirë se erdhët të gjithëve. Kemi artist, kemi një gardë të yjeve. Përballë kam Arif Vladin, ka ardhur nga Belgjika, një dorë trokitje, për të mjeshtë të madh, për të nderë të kombit. Po vjen Kasniot Tusha Rrugës, Eranda Libehova, po vjen Flora Gashi, Asim Gashi, janë djemët e kësaj krahine, që ne i kemi me Kimet, Osman Hasa, Musa Dauti, e të gjithë yjet e folklorit të kësaj treve, ansambli i këngëve dhe i vallëve popullore, që ka fituar çmime ndërkombëtare dhe mban emrin e të madhin dhe të pavdekshmit, Nderi të Komit Aziz Nreu, është ekskluzivisht sot për ju. Ja ku janë, Shefqet Billa sot është njëri nga njerëzit më të pasur shpirtërisht, sepse shikon që Vila pas ka kaq shumë miq bashkë me fisin e tjera që unë dyja t'i përshëndes. Një duar trokitje për fisin Billa. Ori